psikologjia e modelit. Pse është e rëndësishme me pas model? Njeriu është qenie që në përbërjen e tij biologjike e ka imitimin, e ka kopjimin. A i keni pa këta fëmijët e vogël kur e shohin nanën e babën të fal, tani shkojnë në shtrenjtë sejadën e bin sejdë. Mund të më pas 1 vjet e gjysmë, mund të më pas 2 vjet. Ja nis me imitu, ndonse nuk e den ai çka është namazi, po e madje edhe atë gishtin e imiton të namazlivt. Kjo për me tregu se natyra e fëmisë Zoti e ka kriju të tillë, ka afinitet të imitimit, kopjimit. Madje jo vetë si fëmijë, edhe në shkollë e ka ndaj mësues, e ka ndaj shok që ka qef më bu se ai. Normal tu rrit njeriu, shkon tu liru prej njerëzve, kapet për ideve, po sa ma i vogël, sa ma i ri, i pëlqen ma shumë personalitetet, është i lidhur ma shumë me figura. Tu rrit, tutje, liruhet për i figura u kapet për ideve, ma shumë i pëlqejnë teorit idet. Ndërka, sa ma i ri, i dën shembujt, i dën imitimet, i dën kopjimet. Izza Abdussalam ka qenë një dietar, ka thonë instikti njeriut është më i fortë se shariati. Natyra e njeriut është më e fortë se feja. Çto ka nevojë me shpjegu? Natyra e fëmisë është me të kopiju, me të njek, me të pa çapo bën ti, është natyra e tij. Ndërkaq, kur jep këshilla ti, ai të ndëgjon ty, është këshillat janë një lloj fetarie, ti po bën fe. Tash, natyra e tij është më e fortë se sa shariati. Domethënë, për ata është shumë e rëndësishme që atë që e thojnë ana shpesh, nuk ban me nxirr fen kundërshtim me natyrën, se gjithë natyra e njeriu të mund, se natyra gjithmonë më e fortë se feja, sepse kush e ka kriju natyrën e njeriu? E ka kriju Zoti. Për ata feja nuk ka ardhur mja shtyp njeriu në ndjenjat, feja ardhur mja orientu ndjenjat. Por ata në Islam s'ka murgri. Pse? Sepse për Islami ke bie ndesh me natyrën, dhe ti nuk mund mi thon dikujt haram e ki me dasht gruën, me dasht gjinin tjetër. Nuk i bjen që ti të full kot, ajo është veç të ta bo qefin se po i vje marrë me të kundështu, si delma që ti aje ngona pet natyrën e ti, se natyra ti e kërkon një gjoti. Ose mi thonë njët, s'dut me nga masoj dyjeje, s'dut me punu, qa po na vim paret janë të këshia, po qa je të thamë më burë. Instikti ti e dën mallin, e dën veturën, e dën shpinë, i dën fëmin, se është instiktive, është natyra ti, është më e fortë se feja, në këtë rast se sugjerimet e fesë. Prandaj, nëse nxjerr dikon fen kundërshtim me natyrën e njeriu, dije që natyra gjithmonë